rrugë pam njerëzit thojnë pse ta marrin këtë qafthym dhe vendosëm që t'lem gjesin që t'i korrupsionojnë. Ka bëjnë xhaxhat sot. Hajde këtu! Ka marrë për ty deri këtu! Starsat e Andales sot do të jenë përballë një sfide unike. Çunat e OME3, OME8 këtë herë nuk do të jenë vetëm, por në krah do të kenë vajzat e Andales. Secili prej tyre ka zgjedh nga një vajzë. Kemi Aldin dhe Gjesi. Florin dhe Artemisa. Faleminderit, kënaqësi të jem gjithmonë këtu. Dhe të fundit, por jo nga rëndësia, Desi dhe Klea. Secili prej tyre ka zgjedhur një automjet. Siç mund ta shikoni, kemi këtë gjën e verdh. Tweeti. A ka bëri tweeti? Është motor, nuk është automjet, që ta dish. Automjet është. Kur s'ke patent, s'ke nga ta marrësh vesh. Patenta është, po se kam për tweetin. Ju, ç'ne me biciklet ju? Na morëm qaf. Nisi ku vetëm me minifund sot. Se di, po mendova si një zgjidhje më të shpejt nëse do më duhet të bëj ndonjëherë në jetën time autostop. Që mund jetë. kuptoj. Unë jam ai që dal nga ferra kur kjo ndalon. Jam në unë. Kemi edhe Desin me monopatinën e Po, ti tij. di që unë nuk më ndash shpirti kur Po nga ti di që është e monopatini. palishme kjo, po ti Mbyllesh goja! Njerëzit nuk e din atë. Unë jam këtu që të vërtetoj që dashuria e poshtë fukarallikun. Dhe në këtë shprehje të Kleas, unë dua t'ju shpjegoj tani se çfarë do të ndodhi. Sfida është kush shkon sa më larg Tiranës. Dhe rregullat janë mjaft të thjeshta. Secili grup nuk duhet të përdori më shumë se një herë një automjet. Gjithashtu, nuk lejohet ndihma nga familjarët, as telefonon një mik, as 50 me 50, as gjë prej këtyre. Gjithashtu, unë këtu në xhep kam një buxhet prej 3000 lekësh të reja. Secili Shumë! Pa ti këtë kishë të gjithë kush atos? Keni penzuar. na kishë të gjithë të Shyrë! Me kaq do iki unë jashtë Tiranës? Ja, Burri leki, me na gjaburri. Dhe gjithashtu nuk lejohet të dilni jashtë territorit të Shqipërisë, për ndryshe do merret spaku me ju. Jeni gati? Jemi shumë gati. Automjetet i keni zgjedh? Po, prit rregullojmë pak lekët. Okej. Lokacionit të ta dërgojnë ty, Lokacionin do mi dërgojnë mua në grup dhe bashkë do të jemi në komunikim të vazhdueshëm. Këta nuk e kanë iden se çfarë kemi përgatitur ne sot për ta. Këta e dinë thjesht që duhet të ikin jashtë Tiranës, okay? Bëni gati telefonat për të xhiruar veten. Sfida nis tani! Shiko jemi pra, t'ju vizë zër, u bët ju ty. Na vini mrapa, pra. Kape. Je mirë Klea, je mirë. Ajo s'do fitojmë sot. Morëm një vendim me 2 minuta pushim se na lodhi pak rruga. Po Flori, ky është momenti që unë do marr biçikletën dhe ti do vraposh. do Se ti je vraposh? mashkull i unë jam femra në këtë marrëdhënie, femra gjithmonë ka më shumë se sa mashkulli. Çka ka më shumë? Të drejta. Të drejta, okay. Erdham! I pam ballë policisën e erdhë. Rani policoj të mua aty, nga të rrezikshëm fare. Ashtë e mish, i me 2 durja me. Vrapo Flori, vrapo. Hajde se gjithë jeta vrap do të shkoj. Xhaxhi, korsia tjetër Xhaxhi. Nga e ti? Uan ta në lume skuteri ta Xhaxhi. Ta bëjnë xhaxhat sot. Po mbe një pikloti. Mbe një pikloti nga policia. Aj, Ne do e fitojmë sot, morët vesh. Grupet më kanë nisur privatisht locationat ku ndodhen dhe aktualisht Misi dhe Flori ndodhen në rrugën e Elbasanit te Liceu Artistik, siç mund ta shikoni edhe nga harta, ndërkohë Aldi dhe Gjesi janë shumë afër autostradës Tiranë-Durrës. E njëjta gjë ndodh edhe me Desin dhe Klean, të cilët duket se janë drejtuar drejt kësaj autostrade. Çfarë të ndodhi mbetet për të parë.
Ka shikerar të terminali. Jena me dyshje. Terminali inferior dhe jugor, këtë e Kamësës. Inferior dhe jugor. Po shu është. Tani erdhen, me na bë komplot, me na pyet neve ku keni për tikët. Dy ne I tham tropoj. Asti lloj tropoje. Asti lloj tropoje. Pas sa më afërt mundemi. Ne tani do ikim në muajin tonë të mjarqit në Laç. Se nuk kam qenë kur në vendlindjen e burrit tim. Erdhi qendra. Qendra. Në autobus. Edhe ata kopën e projektare po tesh. Kopën me pjem projektare. Okej. Me 400 lekë gjithë për. Po. Sa po parkom kuitin edhe do kalojmë pak terminali për të marrë autobusin. Sepse Ferrati niset në orën 12 fix. Ndërsa Flori dhe ato tjerë oraret dhe përfugone në 12:41 dhe kena gjysore ko. Para! Klea Ballia dhe fugonat e terminalit. E keni pa? Më fugonat? Nuk e di kujt ku çon ky fugone që pa pozoj unë. E kuptoj ja çfarë do të thënë ta trajtosh si princeshe, sjell për me çu për Laç. Po në Laç. Laç është 2500 lekë. Po më pse sa kete? Sa ka mu? Zakonisht kur çaj jesh për Laç, e ja I marr nga festivalet persone. Ja, pra miq, ne filluam si qytetar të thjesht, si e morëm urbani, por ja që na futën punë fatorina dhe këtu na futën punë. Kjo tregon që kudo që ja fillon jetë, ti mund të dalësh. Shumë edhe na hapa një nga një. Shofer, po rrezikon që këtë tim duket. E nisëm për Berat, po. Gjirokastra. Mendoj Gjirokastra është ide më e mirë. Ai të bën qef të kalaj Gjirokastrës. Përshëndetje. Të zoti, jena dhe me këtë dalim dhe me kolegën ton, treshja fantastike në fund autobusit. Ndryshojmë destinacion dhe ikim për Gjirokastër. Hajde është pak e vënduar. Ta tregoj fugonin që ta shqipti që kishte në fugon. Fugoni shku të Gjirokastër. Shkon të Gjirokastër, me thënë, Alti dhe Gjesi do shkonin Gjirokastër që na bëjnë si ciut neve Gjesi. Vëllor! Ku të mja fut timi? Jemi në ritme shumë të shpejta, Gjesi nga të vazhdu me zanë gjumi. Ja, si e mban ekuilibri për rekord, po a vash pa do taka si po na falimenton. A do ikim Prishtinë apo do ikim botën tjetër? Mbetet për të parë. Dhe Klea, Alti dhe Gjesi idiota që tregon vendin. Dhe ko Klea ka e TikTok që tregon që prukim Laç. Bravo Klea. Pionte. Vagabonte. Se ma more zemrën sonte. Jena të bëj një klip me dy veta tjerë, ku pikët me lartë, veç nga shoku dhe rrugën ale aty. Shumë faleminderit që ndalove. Ku do ikësh ti? Los. Është e parë që kam hyrë në kamion, po kjo që ka lëp. Ej, Artemiso shko s'kërë duke bota WTF speciale për vitri, njëti divanës. Jemi duke ikur, gjetëm një kamion të stop e pat kërë ndalum, dhe po ikim për në Klos, pastaj do shohim, a do ikim do deri në Prishtinë apo jo. Tani do zbuloj grupin I cili ndodhet shumë larg nga të tjerët. Dhe grupi që ndodhet më larg nga të gjithë është grupi I Aldi dhe Gjesit! Plot twisti I parë është ky. Grupi I cili ndodhet më larg duhet të ndaloj për 10 minuta tani dhe nuk duhet të lëvizi për 10 minuta. Fantos po thotë që duke qenë se ne jemi grupi më në avans, do kemi shkuar më larg, duhet të ndalojmë. Hapni krahun, zbrisni urgjentisht nga autobusi. Sa ne do na merrni? Sa ne gjat. Tesli bek. Po. Pamela po të parle. Ja. Ke. Jena dhe do jamë për ta. Shumë faleminderit. Faleminderit aty. Rrugë të mbar për Gjirokastër. Ej, kjo ishte super lëvizje se
Autobusi po Gjirokastra na lë fiks në karburant dhe mua bën çiçi. Tash kena ka 10 minuta me Gjesin me ikme bashkë urrë në Gjes. Hajde bëjmë surrë. Me qënë se do ikim në klas, ishemi që t'na marrin në sy të mirë. Ta pa erdhë në gjorëm, Kleja, e mirë se erdhë në gjorëm. Edhe pak arrim në Laç. Unë bara punë e banja për të parë Aldin që ka shkuar të luaj të këndi lotrave. Pa të më ti? Do presim deri në orën 1:17, pa patosi ora është 1:10. Kena kohë dhe 11 minuta. Do presim deri në orën 1:17, pa patosi ora është 1:10. Kena kohë dhe 11 minuta. Që ne do luajmë. Si shikoni, u fut të vrima. Kena kohë me tallë dhe leshin në miq. Kena kohë tallim dhe leshin kur je i pari. Jemi të pare, fitore! Trik me vrat Turqit, unë si një mjërditor trik me vrat Turqit. Ja! Ja! Rezi të kali me marata që me kones. Ja pra miq, para 10 minutave më pat në Urban me bilet 400 lek. Tani jam duke fjetur në një mjet me lëkur krokodili. Kjo është jeta, ndryshon, për një moment ndryshon jeta, për një moment vogël. Pasagjere princesh, por që do isha pasagjere princesh. Kamion nuk e ke menduar, ha? Kamion. Sa për më rritëm, ku kemi ardhë? Se Laçi, pra më i fortë sa për sot, pa atë kultura Skorbin. Edhe klas pa na fare me fitu. Kena herë Laç, sufaqe bërek. Bërek me mish ta kisha pa ngrënë për zotën. Me qa është? Me mish. Ta pa etash, bërek me mish që jema. Se 16 vjeçe, sa ke qenë? 16 vjeçe. Tash unë jam këtu mas perrave dhe Gjesi është marrë për mosin e rastit. Shikoni miq, unë nuk dola para sepse duke më pam njerëzit thojnë pse ta marrim këtë qafthym dhe vendosëm që t'lem Gjesin që t'i korrupsionojmë. Sa t'nalet që unë nal direkt. Unë nal direkt që funksionoj. Do na qoni deri në i vend. Pafshim, shumë faleminderit. Po pak i losh gjimi normal. Kemi ndes sirenat dhe kemi karro tret. Bau! Po marë. Po ku po bash? Te unë. Tani me që unë e Kleja kemi flip me një që s'do e fitojmë, kemi ardhë tek përdorat në Laç. Qafe mos gjejmë nej. Ai gjatë bukur. Oh. Me vetën taj? Vetëm njëra këmë pyka ke ti, Kleja. Një ti njën. Kemi për një kamionçin të pjesa mbrapa. Qa po transportoni? Mall. Okej, mall. 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 Jetë qef. Jetë moltosh. A të fëtëra po ja? Normal. A, pra. Ke pyshimet e gjës, kur jemi mu. Në shia. Me shoqërim me sport, shipe me sport. Pablo Escobar. Ska të planë. Shumë bukur fjari. Po ikim për tjerë edhe pa të shumë. A, bëgë. E ko përndia. Po ikim kam për tjerë. Po ikim i ba magjia, sa tjerat. Interesant ky libër, fatet dhe shtrëngata. Shof njërë që është bërë me fatet e këtyre që po bredhin në për Shqipëri. Hello, yje! Ju nuk e di do me thënë. E, Artemisa, a nuk mendoj s'ka patë nga kesh në të mirë të karotrecë? Nuk di, po. Nuk di, kisha zero pritshmëri për këtë pyetje dhe po mbel ushtimi Kisha zero pritshmëri? Ja, pra, ku jemi nish. Lajt nga karotrecë si dhe flos. Kujta mërë të mendoj që do ishë punë i ditejte, as kujt, po ja ku jemi. Si e? Po ku je? Për Vlorë. E gjithë Vlorë! Uala lun! Uala lun për sot alej vakit! Da ti mos për ta çuar deri në Vlorë? Se kush ka lënë këmbë? Kush ka lënë këmbë?
E shita makinën e radhës. Rrobat i blem, makinat e gjën, ku do ikim tani? Ose kemi idenë. Ku keni rrugën ju? Ku do ikim ju? Ndekëm për lesh. Lesh, ua fix. Okej, hajde këmë. Çfarë bëhasi me Aldin ne? Aldim. Erdhëm në Vlorë. Erdhëm në Vlorë. Për ata që s'besun, se ne erdhëm. Jemi rreth, Jemi rreth 155 kilometra larg Tiranës. dhe nuk po na marrin as lek rrugë. Sa po erdhëm Lesh. Sa po erdhëm lesh. Po do na kap tash se na kapi natin. Po, na mori produksionin telefon dhe na tha që jeni më pak larg se dhe Të gjithë. tjerë. Edhe ja fusin për Shkodër pra, pri natin. Kam një lajmërim për t'ju bërë. Duhet që të ndroni mjetin, ju që jeni aktualisht në një mjet. Ne sapo e ndrum. Ju duhet ta ndroni pra, se ju keni 3 orë me një autobus. Kemi gjetë tjetër, po sapo e ndrum. Okej, përdorni këmbët dhe gjeni një tjetër tani. Hajde. Atë po bëj. Okej, suksese. Shihemi në plot twistin e radhës. Puç. Hajde. Ne shfrytzuam mundësin për automjetin. Erdhëm në Erdhëm në Vlorë. Dole mu në Kleja tash. Na ka thënë mes koplikut Kleja. Nuk jemi asë konflikt. As koplik si jemi, po Jemi në Good Push. Okej. Kemi ardhur në Burrell City, Londra e dytë, pas Kuksit. Aldi u të regua shumë gentil, më tha Gjiboksin e ti se unë qaftot. Jam njeri i gjendil, jam djalosh në Sederlik, më se ty. Tani, kush është plani? Plani është me gjetë një mjet tjetër, mund të i bim telebingos kena dhe autobusin. Kemi autobusin urbanin e linjë. Urban linje dhe autobus nga kanë ngell. Pa. Sepse ishte tip fugoni, tip mikrobusi nuk quhet. Pa. Ne kemi ngel tash me këto rrobat e përdorura, Kleja. Si dukesh, si homeless. O quni ana çon dot në skuraj? Flori. Na hyrën punë edhe ti të këgjiri, na hyrën punë. Me bend. Ne të kemi për në autobus. Shuhet autobus linje. Urban quhet. Urban. Janë shumë pasërtor në Vlorë, kam edhe vetë të fshesa mbrapa autobusit. Pastruar autobusin. Pa ka le kamionçina, hajde. Hip. Hame. Ai, që vërtet. Aldin. Our boat. Ciao. Pojtë autobusin për Saranda, moj Saranda, moj Delvina. Moj Saranda, moj Delvina. Mamaj. Më filma dhe mo. Ja pram, komplik me kamionçinën me mrejtën. Arritën komplik, po këna e qik larg, pse për Shqipëri si jena? Se di me ma larg se gjithë, po jemi qik larg. We did it, Joe! We did it! O Flor, jemi në Shkopet. Kemi liçenin e Shkopetit për ball. Si zjedh Robi të iki në Kosovë dhe mos i biri autostradës, mos i biri maleve. Sepse aty na çoi rruga. Ne po të kishim marrë autobusin fillim që nuk e gjetëm. Do të thotë do kish pak më të lehtë se na kishte çuar në autostradë, po ti e di nga u futëm ne. Kush është aktualisht në makinë, duhet të dali. Ndaloni makinën urgjentisht, ndaloni. Dhe keni pak minuta kohë për të gjetë mjetin e fundit dhe duhet të qëndroni në atë mjet vetëm për 20 minuta. Jemi shumë afër finishit. Hajde Klea, zbrit! Shumë faleminderit Xhaxhi. Zbrit, aty e ke, ha? Këtu sipër, ma e kanë këtu. Ha. Okej. Zbrit. Ja dollë, merdhëm komplika! Nuk e di ku
ku jemi, tamam, me hartë duke llogaritur. Nuk kemi qenë kurrë në këto Edhe me zona. busën nuk do gjë dot, ama di që ne do shkojmë deri në Prishtinë. Tani po hipim në autobusin për Himar. Bus për Himar. Sa hipëm tek autobusi, jemi rrugës për Himar. Kemi 18 minuta rrugë. Sa? 18, po. Për të mbyllur sfidën. Tani edhe koha të gjemi mjetë më të veçantë nga gjithë. 2 mjete. Tada! Ja ku janë mjetet tona të reja. Shitet me luk mzati vitit 2015. Ardhemi të sërim brapa. Hajde këtu! Ka marrë për ty deri këtu! Kaloni mirë, miru pafshim, ne po ikim. Hajde. Dhe Alti mendojmë që nuk na ka kaluar njeri. Sepse jena 170 kilometra Larg nga Tirana. 170 miq. Dhe nëse dojë ta dini sepse po flas me zotullet, ose sepse një gjaxh është në gjuhë. Flet gjaxhe gjuhë. Do fitojmë ne. Do fiton. Shifeni ku jemi. Si s'ka thonë një shprehje famshme, sa që rë këto malet ku ja mund tani. Shifeni. Po na vjezër mi than hap krahun sa i shkret ishte të na prit ne se morëm telefonin Tam po vim, se nuk po dinim se ku ishte stacioni. stacioni për... Ave ishte të na prit me gjithë rrot mrena, u tash na vjezër mi than për 20 minuta gjaxhi të duam na fal. A fal, gjaxhi na fal. Mendon njeriu se një mashkull mund të zgjidhë punë në jetë. Gaboheni. Kjo është... Si përfundon? Jo, shko. Unë respektova se i lau shvëndin. Është fajmë që i vetëmi vend për të ullur ishte në tokë. Por ta lau shvënd. Furgoni s'kishte vend? S'kishte vend, por në prish po. Hajtë, ja vlen. Jemi mes maleve. Kemi ngelur në mes të askundi! Shikoni. Një gjatë, paska një gjatë. Paska një njeri. Nuk e dim se nga kanë ikë tjerët, ne qëllimin e kishim me shku në Kosovë, po ka isha arritëm me bësi ram si Magellani. Prap, rruga jonë ishte më e bukura. Mendoj që kushdo që e fiton, jemi ne apo jo, rrugën tonë nuk e ka bërë njëri. Jam e bindur për diçka. Të tjerët kanë bërë vetëm autostradë. Ne kemi bërë rrugë mali. Kemi arritur në fundin e kësaj sfide, që qëllimin e kishte kush grup do të largohej më larg Tiranës. Por siç e dini dhe ju që Andale është e paparashikueshme. Dhe në fakt, kush është më larg Tiranës do thot kush është më afër një kufirit, pak më kështu e majmëntu nga gjeografia. Këta nuk e din. Jemi në Traxhas dhe po presim rezultatin final. Po presim që Fatos na çojë video se kush ka fituar. Inshallah jemi ne, o zot inshallah. Fitore! Fitore është jona. E meritonim një drejt tash. Por e dreka fitores, por akoma presim vendimin. Do e shohim vendimin. Do i marrim tani në video call dhe t'ju themi rezultatet finale dhe kush është fituesi. Të dashurit e mi të zemrës. Njëri grup ishte shumë në avantazh në fillim të lojës. Por dy të tjerët e arritën avash. Ju besoj e kuptoni që thelbi ishte kush është më larg Tiranës. Me kilometra. Mirë, po ka një plot twist. Kush rikthehet i pari në Tiranë fiton. Po bëj shaka. Ne nuk ripërsërisim kur veten. Jo, bëj shaka. Dëgjoni tani si është e vërteta. Do vem qatë këtu në Traxhas të fantastik. Do jemi në Togan. Tani, më dëgjoni me vëmendje. Plot twisti i fundit është ky. Cili grup ndodhet më afër një kufiri që ndan Shqipërinë me një shtet tjetër, ai fiton. Kush mendoni që fiton? Se ju e dini ku jeni vetë. Po shoh mrapa misin me na kësaj gjana, ku ke shku min kufi, ke shku? Atëherë, Çile ka kufiri, ma kilometra çka kufiri. a ishe në Reps, Misi dhe Flori? Po. Okej, jeni te locationi që më niset mu për herë të fundit apo jo? Okej. Vazhdojmë. Sipas statistikave të Google Mapsit,
Aldi aktualisht ndodhet në Vlorë. Po, në Tragjas, a një... Tragjas. Dhe kufiri më i afërt të shkon Spoli me 148 km largësi. O vlla, po ti me larg Tiranës, sa për kjo, ka të falin. Vazhdoj me Florin dhe Misin, që ndodhen në Reps, dhe kufiri me Morinën ndodhet 140 km larg. Kjo është aq largë, jetu gabu. Që ka më afër desi me Klea ndodhen në Malsinë e Madhe, mu në bashki. Kufiri i afërt është Hani i Hotit, i cili ndodhet vetëm 15 km larg, fiton Desi dhe Klea! Majni men! T'ju vi nat! Flori thome Artemisa plasni! Al gjoka Gjesi plasni! Ja, pra të dashur miq, Desi dhe Klea fiton. Kjo tregon që dhe ju mund të fitoni një jetë kur fitoj dhe Desi dhe Klea këtu, kështu që gjithçka mund të ndodh. Kjo nuk do thotë që Flori dhe Misi, Aldi apo Gjesi do ankohen për një javë ose edhe më shumë për kilometra, do vinë me lista këtu me harta që kaq, por kjo është loja, kjo është andale. Ju mos harroni të bëni subscribe më poshtë për të mos humbur asnjë nga sfidat e Omet 8. Pacim. Aldi, sa lek na kanë? Kemi ngel me 0 lek. Po, me që do këthejemi në Tiranë? Autostop pa lek, të i marrë gjithë makinat me radhë. Andale!